nga stadiumi i Ronaldinho në këto konferenca, nëse mund t'i quajmë deklarime të para, është Harry Kane, ka një reagim për mediat britanike, në fakt është pikërisht shënuesi i 2 golave. Dike për të kuptuar ndoshta diçka nga ajo se çfarë është duke sikur se po e thonim, është autori i 2 golave, në një farë mënyrë është duke festuar pikërisht momentin e tij dhe të gjithë performancën që pati për sa i përket kësaj ndeshje, sidoqoftë pavarësisht krahasimit, po themi, të Shqipërisë me Anglisë dhe shkallës së vështirësisë ose jo që ndjejnë nga ana e tyre të gjithë lojtarët e skuadrës Anglisë, në thelb për Harry Kane diçka është pak më ndryshe, pasi sipas mediave britanike qëllimi i tij ishte pikërisht rekordi i golave të shënuar dhe në këtë pikë në cilën jemi, sipas tyre ka arritur të barazojë rekordin e legjendës Pelé, kështu që në një farë mënyre le të themi ishte edhe një moment, është një moment shumë i rëndësishëm për të, pikërisht nga ndeshja e ditës së sotme me Shqipërinë. Sigurisht që nuk e fsheh entuziazmin dhe krenarinë që ndjen për sa i përket përgatitjes së tij dhe asaj se çfarë dha në fushë gjatë gjithë ndeshjes që nga fillimi i saj edhe deri në përfundim, golat të cilët në fakt u kryen jo në shumë distancë kohe nga njëri tjetri, pra le të themi që pjesa e dytë ishte më e thjeshtë për Harry Kane dhe ishte momenti i tij për të dhënë më të mirën, pse ja. Pra po vijojnë me këtë komunikim, sigurisht janë përballë gazetarëve për të marrë një mori pyetjesh, jam shumë i lumtur, thot në fjalën e tij. Rikujtojmë që në fakt Anglia që nga nisja po themi e të gjithë përgatitjes së saj nuk ka pësuar asnjë gol deri më tani dhe ka shënuar 22 gola për sa i përket pikërisht ndeshjeve për Kupën e Botës, por jo vetëm, flasim pra për vitin 2025 këtu. Pra, ka qenë një nga skuadrat, po themi, me performancën më të lartë, kështu që në një farë mënyre edhe rezultati i sotëm për sa i përket ndeshjes Shqipëri-Angli ishte deri diku i pritshëm, duke marrë parasysh gjithçka që ka dhuruar Anglia me përgatitjen e saj edhe me paraqitjen e saj. Yeah, he's just really proud, you know, he went through most of the team and jam shumë i lumtur, thot Harry Kane, sidoqoftë do të jemi të kujdesshëm dhe të vazhdojmë përgatitjen tonë për sa i përket ndeshjeve të cilat na presin, sepse është një rrugë e gjatë dhe jo shumë e thjeshtë. Mendoj se në fund gjithçka është e mundur, kështu që ndonjëherë janë pikërisht disa momente nga të cilat nuk pret shumë, të cilat të dhurojnë atë se për çfarë kemë më shumë nevojë. Mund të them që është mjaft e rëndësishme që kemi pasur bashkëpunimin që kemi pasur dhe i referohet këtu sigurisht Anglisë dhe mënyrës se si janë pozicionuar dhe përqasur ndaj njëri tjetrit edhe në përgatitje dhe në gjithçka tjetër, pra edhe gjatë ndeshjes, po edhe pas ndeshjeve dhe sigurisht në fazën përgatitore.
Yeah, I think we have groups, we have leadership groups, we have WhatsApp chats, Unë themi që kemi shumë për të bërë, thotë Harry Kane, sidoqoftë në një farë mënyre duke mos e kapur entuziazmi jo vetëm i 2 golave që ka shënuar sot, por edhe i të qenurit pjesë e një skuadre që njeh vetëm fitore ose që minimalisht ka njohur vetëm fitore përgjatë gjithë kësaj periudhe, kështu që në një farë mënyre është më e thjeshtë për ne, ashtu sikur se thotë edhe Harry Kane në fjalën e tij tani më ta marrim situatën më me sportivitet, por nga ana tjetër edhe pa e humbur vëmendjen dhe të gjithë përkushtimin që i nevojiten ndeshjeve që na presin. Looking after the 4 kids probably and just have it on the TV. So do të pyetet në fakt Harry Kane edhe përsa i përket aktiviteteve të tij jo sportive në këtë rast, teksa rikthehemi edhe një herë në vëmendjen tuaj se është pikërisht autori i 2 golave në fakt.